أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Lutë Allahun azh që të na i falë mëkatet, na udhëzojnë rrugën e drejtë. E fillojmë këtë seri të derseve pas një ndërprerje për shkak të Ramazanit. Lutë Zotin që edhe në Ramazan të jemi mundu me Allahun hakin aq sa kemi pas mundësi. E për mangësit Zotin na faltë dhe na i përmirësoft ato me rahmetin e vet. Vazhdojmë me edukimin, përmirësimin e shpirtit. E tema e parë e kemi pas kryer ka qenë rreth mendjes, e kjo e dyta që fillojmë sot është rreth zemrës. Fjala zemër në gjuhën arabe rrjedh prej ose quhet qalb. Qalb i thot një diçka që ndryshon. Qalebe, yaqlibun kur e ndron, kur e ndryshon diçka, o kon çështo e ke qitë çështo. Diçka që është në lëvizje, në ndrim. Zemra ka një pozitë edhe një rëndësi shumë të madhe, për arsye se ajo esenca, mboshti, mbreti i krejt trupit është zemra. Zatën edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka potencuar në shumë hadithe rëndësinë e kësaj pjese të trupit. Ka thonë, vërtet në trup gjendet një pjesë. Nëse ata e ndreq besimtari, ka më ndreqi tërë trupi. Nëse ajo i prishet, ju ka prish krejt trupi. Ka thonë pastaj, në fund, ajo është zemra. Hadithën e shënon Buhariu dhe Muslimi. Ulemat kanë thonë zemra e luan rolin e mbretit për trupin. Në çdo pjesë e trupit është ushtari i zemrës. Zemra i jep urnat, zemra i analizon gjanat, zemra vendos, zemra shet diçka të mirë ose diçka të keqe. Prandaj ulemat e kanë ndarë një kapitull shumë të rëndësishëm të fesë, ku kanë thonë shërimi i zemrës, ose e kanë quajtur me emrin sëmundjet e zemrës. Sëmundjet e kundërta sëmundjeve, shërimi. Edhe kanë përmenë se zemra qysh smuhet trupi me sëmundje fizike, smuhet edhe zemra me sëmundjet e saja. Për sëmundje zemrës është dyshimet në besim. Dyshimet në besim. Për sëmundje zemrës është sëmundjet ose ato haramet që kanë bëjnë me brendësinë e insanit. Dëshira për me rrejt, për me gënjy, dëshira për me vjedh, buron prej zemrës. Mund ta bëj dikush me dorë që kanë vjedh diçka, por burimi i saj është në zemër. Prandaj zilia, urrejtja, përçamja, fashëthamet, të folurit e tepërt, nxjerrja e fjalëve pa i analizuar, mos menaxhimi i nervozës. Këto burojnë nga sëmundjet që mundet mi pas një zemër. Po ashtu përmendet në hadithin tjetër të pejgamberit alayhi salatu wasallam se zemra e besimtarit është zemra e bardhë, me kuptim po them këtë hadith. Sa besimtari ose njeriu bën një mëkat, i bëhet një pikë e zezë, derisa për shkak të mëkateve të shumta kjo zemër mundet më nxi e tëra. Bëhet zi. Kur të bëhet zi, nuk mundet më me dallu të mirën për të keqes. Pse? S'është nxi. S'mon më me dallu. Prandaj na çuditemi, po besoj edhe ti çuditesh bashkë me mua, se si shohim njerëz të cilët e bëjnë një mëkat, të cilët e bëjnë një padrejtësi, një zullum, të cilët çojnë mysin babën e vet, nanën e vet, e shesin çikën e vet. Edhe ti të nalesh thu, a ka ky zemër ky njeri? Çush i bën ky këto sane? A ka logjik që mundet dikush me prun veten deri këtu me bën një gjë të tillë? Ti shumë saktë je tu mendu me mendjen tonë, pe analizon me zemrën tonë që e ke të bardhë. Por ai ju ka bo zi. Ai mo nuk mund me dallu, auto bo mirë, auto bo keq. U kry puna ti. Prandaj ai e bën se me pas ai të njëjtën bardhësi të zemrës që e ke ti, nuk e ka mos me pas smut. Edhe ai nuk kish me e bën. Prandaj i sheti mëkatet të ta janë shumë normale. Ty s'ti pranon zemra. Që kjo është domethënë fakti se kur smuhet zemra nxihet.
Në Allahu alem, nuk themi që ajo nxjehet që me marrë me bë me një analizë, domethënë me fotografu aty zemrën, ajo dal e këtij e zezë e këtij. Jo, në ashtu nuk kemi për qëllim, por domethënë smuhet në aspektin e imanit, besimit ose mënyrën, domethënë po themi kështu alegorike, nëse mund ta quajmë, jo fizike mundzi, edhe ajo është një pjesë mishit se muslimanit, si atij mëkatarit madh ose jo besimtarit, Allah na ruaj. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam, për shkak se zemra ndryshon, e ka përmend gjithmonë një dua, domethënë zemra lëviz, është gjithmonë besimtari në luftë me zemrën e tij, me mëkatet e tija. Ka thonë, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o ti që i ndryshon zemrat. Ma forca zemrën tëme në fe. Me një transmetim, ma forca zemrën time në veprat khairit, në devotshmëri, ala taatik, devotshmëri. Hadithin e shënon Tirmidhiu, Ahmedi në Musnad, edhe është hadithi i sakt, hasanun sahih apo sahih. Kemi insani është i përbam prej dy pjesëve të tij. Ana jashtme edhe ana brendshme. Ana jashtme është për qëllim fiziku i tij. Edhe ana brendshme është për qëllim shpirti, ana shpirtërore. Bazën insani ka në anën shpirtërore, po venin, ana shpirtërore, venin, strofullën, kolybën, banesën, e ka në zemër. Në zemër. Pra, trupi, zemra, e brendshmja, e jashtmja, e dukshmja, e mshefta. Rregullimit brendshmës është nënkupton rregullimin e zemrës. Nuk nënkupton parimisht rregullimin e diçka tjetër para zemrës. Tash, e kemi edhe një mesele tjetër para se mi përmend fjalët e dietarëve. E kemi në mendjen. Allahu ka thonë, a nuk meditojnë, a nuk analizojnë me tru. Ulemat, ose në histori kanë folë njerëzimi edhe filozofët e vjetër edhe, që ka mendja, ku e ka vendin? A ka në tru, a ka në zemër? Normal, filozofët jo musliman, kur kanë folë për para erës re, para Isës a.s. kanë thonë se mendja ka vendin në tru. Por, ulemat islam, kur i kanë analizu ajetet edhe hadithet, kanë orë në përfundim se mendja vendin e ka në zemër. Kjo më argumente. Edhe i kanë kundërshtu ato mendimet kundërta të kësaj, me faktin se çdo njeri që ka folë dhe ka thonë mendja e ka vendin në tru, nuk ka argument të prerë për këtë, përkundrazi argumentet e sakta nga Kurani dhe Suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam aludojnë se mendja vendin bazë e ka në zemër. Edhe kam përmend për shembull një prej ajeteve që unë kam këtu para vetet, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Na I kemi shumë thot prej njerëzve dhe prej gjinëve dhe njerëzve në xhehenem, lahum qulubun la yafqahuna biha, ata kanë zemra që nuk meditojnë. Ka përmend Allahu zemrën. Me zemër nuk ka thonë tru që s'meditojnë, ka thonë zemër që s'meditojnë. Ka dhe ajete tjera, por unë për shkak të kohës se natyra është e tillë, nuk kam përmend më shumë. Po ashtu hadithin e lartë përmendur ose hadithet e lartë përmendura që është i saktë Buhari dhe Muslimi, që kretë ummeti janë pajtu për saktësinë e këtyre librave, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë është një pjesë, një copë e mishit në trup, që nëse nëriqet ajo, nëriqet I tërë trupi. Ajo është zemra. Prandaj njeriu vendin e mendjes në origjinë ka zemrën. Pastaj
këtë që po e përmend unë, mund ta gjem tek tefsiri komentimi i Kuranit e Sheikh Muhammed Emin Shenqitit rahmetullahi alayh, i cili ka fol detajisht, por unë normal nuk po i përmend kreta fjalë veç atë po e rrumbulla kësaj. E tash. Ai ka thonë, na nuk duhet të i besojmë asnjë njerit para Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sepse Zoti ka thonë në Kur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja e tij, por fjalët e tij janë shpallje. Që na me kuptu se pejgamberi ka thonë alayhi salatu wassalam, ka përmend zemrën si vendin kyç bosht për kreta anën e brendshme, shpirtin, logjikën etj. Atëherë çdo kush që ka thonë jashtë kësaj, na i themi Allahu të bekoft, Allahu të rujt, Allahu të nderoft, por nuk është ashtu. Pastaj kanë diskutuar ulemat, a mund të ketë truni ndikim në mendje, truni? Po mund të ketë. Do thonë ndikim mendje mundet me pas. Mundet me pas, siç ka truni ndikim edhe në trup. Ndodh që trun me pas një problem dikon të caktuar, edhe çaj problemi me ndiku që njerit me u bloku dora, mos me mujt me lëviz. Por, do thonë edhe në truni e ndikimet e jashtme, do thonë çka shet, çka fol, çka mundet truni mi çu tek mendja. Por nuk është mendja bazën nuk e ka në trup, po e ka në zemër. Por kjo nënkupton që nëse e marrim një zemër, e hekim prej trupit, edhe vendosim një zemër tjetër, qoftë plastikës, po them plastikës kushtimisht, artificiale, qoftë ndonjë njeri tjetër. A do të thonë që ai besimi atij tjetrit mu bart të çky trupi? Jo. Jo. Mbetet çky, nëse u kon musliman, mbetet në origjinë musliman. Sepse Allahu xhaleshanu nuk i kalon sanet e preme. Veç aty është, në momentin që ndrohet si pjesa kjerët, ka mundru edhe imani i tij. Hajde dona me bani njeri musliman. Dikush po vdes, pele emanet që para se me vdek, merr një mu zemrën, edhe pse po vdes o nash, që t'jani një filan djetarit madh, le të bëhet ai musliman me imanin tëm. S'po duhet me shku në xhenem, hekjani atij zemrën, që t'jani tamën, le të shkon në xhenet. Themi kështu nuk bëhen sanet. Sepse Allahu xhaleshanu e ka kriju asisoj të komplikum në kuptimin pozitiv, trupin, edhe shpirtin, edhe mendin, edhe zemrën, etj. Sa ti nuk mundesh hek një pjesë qet një tjetër edhe ndroja refresh trunin, sikurse pjesë të thash kerrit ose të telefonit. E ke pas 128 GB telefonin, e ke bë 1 terabajt veç me një pjesë janë rru, jo. Edhe tash ndroj komplet, jo. Lidhen ato njëna me tjetrën, por origjina e imanit, origjina e mendjes është në zemër. Këtë ta kuptojmë. Pra, kanë të lidhta njëra me tjetrët, por se baza është në, siç e përmenda, në zemër. Prandaj na duhet t'i kushtojmë shumë rëndësi përmirësimit zemrës. Të dashur vëllezër, është prej gabimeve të mëdha që shumë musliman merren me rregullimin e trupit e nuk merren me rregullimin e zemrës. Musliman po thon. Por jo muslimant, ato është e ditur. Ku ata për shembull më shumë i kushtojnë rëndësi rregullimit trupit, me shku në fitness ose duke bë building ose fitness ose gjimnastik. Edhe shet domosdoshmë se është zemër prishur, zemër skëter, zemër zi. Kjo nuk lejohet në islam. Edhe tjetra, ka edhe prej muslimanëve, që ndoshta nuk mrin atë drejën atij o besimtarit, por prapë shese i kushton rëndësi qoftë edhe ibadeteve të jashtme. Nuk po mohojmë këta, por aq është i pakujdesshëm në ibadetet e brendshme, sa ai as nuk e ka iden çka do të thonë me rregullu zemrën. Ide nuk e ka. Ta bëj një shembull të vogël. Kur vjen Ramazani, të gjithë neve nga ana e jashtme agjërojmë. E lëm bukën edhe ujin, apo? Atë ka rënë herë në mend me thon vetes, mos jam duke ngrënë mishin edhe gjakun e vllaut musliman përmes gibetit, përgojimit. Shumë pak, më thëmë,
askush, shumë pak e bajnë këtë gajle. Unë sinqerisht e shoh këtë, po do të robë me thonë këtë vujtje, vujun për vete, nga kjo të lashe. Ku ne i shohim njerëzit për Zotin në sofrën e iftarit, kur është koha më mire, duave, kur Allahu Gjelleshanu lavdërohet para melekëve me robët e tij, kur Allahu i pranon më shumë ti duat, kur Allahu liron nga xhehenami njerëz, kur Allahu Gjelleshanu thash i pranon lutjet, edhe i sheh me admirim, po që kështu besimtarët, mbledhen 2-3 edhe përqeshin njëri tjetrin. Kjo nënkupton se na nuk përkujdesemi për rregullimin e zemrës, por në intereson ana e, për fat keq ana jashtme. Allahu na ruaj. Përmendem disa nga fjalët e ulemave për këtë, pra për zemrën. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thot veni re ose keni kujdes, zemrat kanë ngaherë dëshira dhe vullnete. Po edhe nga njëherë thot kanë lodhje edhe tërheqje. Prandaj kur kanë dëshirë dhe vullnet, shfrytëzoni çaq mirë, çaq shumë, jepni maksimumin, sa let ju mjaftojnë edhe për ato kohët kur jeni të dobët ose keni tërheqje, keni plogështi. E ka për qëllim, sikur se trupi që është keri pushum, edhe ki qef me punun, mi dhonë zarë me kry ma shpejt sa je, nesër banki je ma i lodhën, s'ki vullnet, që shtu është edhe zemra. Ky Abdullah ibn Mas'udi është shok i pejgamberit alayhi salatu wasalam, e dini njëri prej transmetuesve më të mëdhej të haditheve, një prej 5 transmetuesve, po ashtu një prej 5 apo prej dietarëve më të mëdhenj të sahabëve, që çdo Kur'anin thuaj se ka mësuar nga direkt nga goja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kërku prej tij me lexu Kur'an, po ashtu ka qenë nuk ka pas ajet që nuk ka ditë atë komentimin e ajetit në mënyrën më të mirë, ku ka zbrit, pse ka zbrit, edhe si komentohet apo detajet e tij. Ky burr i madh ka thonë, sikur se trupi edhe zemra ka kohët e veta të mira, që është plot vullnet, ka edhe kohët e vështira. Çka me bë? Thot shfrytëzone sa më shumë kur është mirë, kur është në disponim për ibadete. Edhe çaq shumë me shfrytëzu sa edhe atëherë kur je dopt, ti veç e ke mrin limitin kur i kon mirë. A kemi ne raste të tilla? Padyshim që kemi, të gjithë. Unë mendoj që ai pak që interesohet për zemrën e vet, na duhet më qenë mjek të zemrave tona, të shërimit të zemrave. E mjeku i kryesor i zemrave është Resulullah sallallahu alaihi wasallam me këshillat, me hadithet edhe po ashtu edhe praktikën e tij. Këshilloj veten time, po ashtu edhe juve, që mos me neglizhu sa më shumë që e shfrytëzojmë zemrën kur jemi me vullnet. Për shembull, e keni pa në Ramazan se si Allahu xhaleshanuhu zemrat i afron ka ibadeti, ka dëshira për me lexu Kur'an, ka dëshira për me bë dhikr. Shfrytëzoje këtë kohë, sepse nuk dihet se si vin ditët. Po ashtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësu, ka thonë, dy gjana njerëzit nuk i shfrytëzojnë shëndetin në kohën e lirë. Çka me bë? Puna çat shumë kur je shnosh. Edhe shfrytëzoje kohën e lirë çat shumë, sa me bë musmu ose mundson me punë të caktuara, ty mos më të met marak. Çdo njeri ka kohët e veta të mira, ka edhe kohët e veta të krizës, po e quaj kështu. Edhe zemra i ka të tilla. Me shfrytëzu sot e pata një pyetje që më erdhi prej dikujt jashtë, thotë më ankohej se pikur është kryer Ramazani, nuk po ndjen lezat në leximin e Kuranit. Thotë sikur jam ftoftë, sikur s'kam vullnet, edhe po e kanë hallin e vet. Subhanallahu, pse hoxha më ndodhi kjo? Qysh më ja bën sa më shpejt që jam? Çam i kthy përgjigje? Wallahi që ashtu jam e thonë. Kështu është. Zemra ndodh që ke herë dobësohet, ke herë forcohet. Çka me bë me shfrytëzu deri maksimum kur jemi mirë. Ke herë ki dëshirë me bë nafile namaz, ban, falu, ban dhikr.
Nuk dihet nesër a ke që të vullnet ajo, besa nuk dihet edhe a jeton. Prandaj me shfrytëzu kohët kur ke vullnet. Dalim të e dyta është fjala e Selman Farisiut radhiyallahu anhu. E dini Selman Farisiu, po ashtu është sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe nifët edhe ky, po ashtu edhe masi do ta përmendim Ebu Dardajin, nifët për atë zgjuarsinë, vendosmërinë e tij që e ka lyp udhëzimin me vite të tëra, ka qenë me gjusi, adhurues i zjarrit, pastaj është largu prej prindit vet, derisa ka shëtit në përbot edhe kanë robru hebrenjët, pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka liru bashkë me shokët e vet duke i ndihmuar për lirimin e tij edhe me parë dhe me mbjelljet e hurmave, 600 krerë apo fidane të hurmave. Selmani është persian me origjinë, pejgamberi alayhi salatu wasalam që ka afruar dhe ka dashur sa ka thënë Selmanu minna wa nahnu min. Ne jemi pjesë e Selmanit dhe Selmani është pjesë e jonë, ose si më thoni familjes tonë. E ka një qëndrim të veçantë, dini edhe në betejën e Hendekut, ku Selmani radhiyallahu anhu ka treguar për formën e ndërtimit të Hendekut, edhe ajo ka qenë, po them, sebepi i fitores së kësaj beteje që mas asaj dite mushrikët nuk e kanë sulmu pejgamberin alayhi salatu wasalam, përkundrazi muslimanët kanë sulmu ata edhe normal derisa edhe në fund kanë fituar përfundimisht ndaj tyre. Selmani bashkë me Ebu Dardajin, që do ta përmendim më poshtë, kanë qenë të vllazëruar. Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka vllazëruar me atë formën e dini kur kanë ardhur në Medinë muslimanët, i ka vllazëruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam zakonisht mes një ensari dhe një muhaxhiri. Këta dy kanë qenë të vllazëruar Ebu Dardaj me Selmanin. Të dytë kanë pas fjalë të mëdha, por në veçantë Ebu Dardaj, sepse Ebu Dardaj ka qenë ma asket. Por si duket Selmani radhiyallahu anhu ka qenë, Allahu alem, nëse duhet jam i edukuar dhe s'du të gaboj karshi sahabëve, duket se i ka kuptuar pak më shumë, më thonë, meselet, po e quaj kështu, i ka analizuar më shumë, prandaj edhe ka ndodhur ai rasti kur e ka kritikuar Ebu Dardajin, i cili ka bërë shumë ibadet, e ka lënë mangu edhe veten e vet, e ka lënë edhe jetën bashkëshortën e vet, që ajo ju ka anku Selmanit. Pastaj kanë shku bashkë te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i ka thonë: Rasulullah, kum shku te ky, ka dash më fal gjithë natën, se kum lanë më fal, kum thonë bjerë flasë, trupi yt ka hak. Ka dash me agjëru të ditën, kum thonë ka dal ha, se edhe trupi yt ka hak. Mos u fal, shko te bashkëshortja, se bashkëshortja ka hak. Edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka thonë të vërtetën Selmani, edhe i ka thonë jepja secilës ose çdo ku jepja hakun e vet. Kjo është rregull, wa a'ti kulli dhi haqqin haqqa, secilët jepja hakun e vet, është rregull në Islam, bazuar në debatin mes Selmanit edhe Ebu Dardas radhiyallahu anhuma. Prandaj Selmani e ka thonë një fjalë kështu: çdo njeri e ka thot brendësinë e vet edhe anën e jashtme. Pra njeri përbohet prej dy komponenteve, ana e brendshme edhe jashtme. E përmendëm në fillim. Thot, kush e nreq anën e brendshme, Allahu ka më rregullu atë të jashtmen. Dhe kush e prish anën e tij të brendshme, Allahu xhaleshanu ka më prish anën e tij të jashtme, apo pjesën e jashtme, gjymtyrët. Nuk është për qëllim prishje në fizionomi, por është për qëllim prishje në sjellje, në vepra. Edhe pse, a mund të jetë prishje në fizionomi? Po. Në raste po. Na kemi pa, edhe ju keni pa, kemi ndëgju që disa njerëz të dasht përmes haramit me u zbukuru, Allahu xhaleshanuhu ja u ka prish fizionomin. Do thonë, duke e ngre vetllën ashtu, duke zgjanu buzën kështu, duke e kthy hundën ashtu, duke bën këta, duke bën ata, stakfirullah, ka ndodhur që Allahu xhaleshanu i ka prish. Po ashtu ka pas Zoti Azza wa Jall ka përmend Kur'an raste kur disa popuj i kanë kundërshtuar në atë Allahut Azza wa Jall, edhe Allahu çka ka bë, ja ka ndru fizionomin total. Ja ka ndru fizionomin në dera dhe majmun. Pra, edhe mundot ana e jashtme, por parimisht fjala e Selmanit radhiyallahu anhu nuk ka për qëllim këtë pjesë. Parimisht. Edhe pse thash,
kemi edhe njerëz të cilët nga mëkatet e tyre, sidomos të dashur vëllezër, zinaja e prish fytyrën e njerit, e largon nurin, hieshin, bukurinë e sejdës. Sejdja krijon bukuri në fytyrën e besimtarit, qoftë mashkull ose femër. Sejdja. Edhe tërheqje, domethënë e tërheq, e admiron kur dikush e sheh një besimtar që bën sejdë edhe nuk i bën Allahut mëkatin vetmi, e admiron atë person. Zinaja, amoraliteti, po ashtu edhe përdorja e alkoolit ose varësia nga alkooli. Njeriu ja prish njerit edhe fytyrën. I krijon një errësirë në fytyrë, edhe nëse parimisht ajo është, po them kështu, racë bardhë, po quaj. Sepse ka njerëz që i shohin njerëzit në bazë të racave, domethënë edhe mendojnë që është një person i bukur vetëm sa është i bardhë, edhe një jo i bukur vetëm sa është i racës zezë, për fat keq. Në Islam nuk qyren kështu sanët. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se nuk ka në Islam dallim mes bardhë dhe të ziut, mes arabit dhe jo arabit, përveç me devotshmëri. Prandaj bukuria te i kalon ato ngjyrat, te i kalon në diçka që nënshtrohet ndaj Allahut, po ashtu që reflekton adhurime, ibadete, reflekton adhurime. Kush e rregullon anën e brendshme, Allahu ka më rregullu edhe të jashtmen. Çka ne më kuptu fjala e Selmanit, parimisht, domethënë që përbohet prej dy komponenteve njëri, të jashtmes edhe të brendshmes. Edhe ne më kuptu se anën e brendshme, parimisht njeriu duhet vetë me rregullu. Nuk duhesh me prit ti, me thonë hajtë se nashta Zoti mu më nëreq. Ma nëreq mu zemrën Zoti. Mu ma nëreq, do më thonë, brendësin, ma shëran filan smundjen. Jo, ti duhesh me marrë vetë sebepet. Normal, na, ku themi duhesh me marrë vetë sebepet dhe me rregullu vetë. A në nënkuptojmë që s'ka ndërhyrje hynore? Jo, nuk nënkuptojmë, sepse Allahu është krijuesi i çdo senet. Allahu është menaxhuesi i çdo senet. Dorë të Allahut është çdo gjë. Ai çdo gjë di, ai çdo gjë ka kriju, ai me urdhënin e tij kun feyekun bën edhe çdo sen bëhet. Ne nuk dalim për te dëshirës edhe vullnetit të Allahut, por na duhet me marr hapin e parë për ka e mira, nga ana e brendshme. Allahu e merr përsipër pastaj rregullimin e anës jashtme. Në momentin kur sheh prej teje sinqeritet, ta rregullon anën e brendshme. Andaj thash edhe ma herët, sa njerëz shohim që në anën e jashtme mundohen mu hieshu, kurse ana e brendshme ty në është bërllog. Edhe ti bile ki neveri me ul me dikën në tavolinë, edhe pse ty doket që ka vesh një rrobë të shtrajt, ka vesh një rrobë të bukur, e ka vesh një frizur ku e diçka, ti kur rrin me ta e shes se ai njeri nuk meriton me ul me ta në tavolinë. Për arsye se atë që është i prisht për mrena, edhe pse mundohet të duket i bukur nga jashtë, ajo është vetëm dukje e qastit. E shetu e sullës, mund me thonë, mashallah, kana nëreq mirë filane. Po ule me ta, po pate pun me ta, 1 minutë, 5 minuta e shetë që sa kërka. Aman. Dalim të e para fundit, është fjala e Ebu Derdas, që përmenda me Selmanin kanë pasat muhabetin e Ebu Derda. Thotë Ebu Derda e bën një dua, Allahumme inni, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde min tefriqatil qalb, nga shpërqendrimi i zemrës. E kanë pyet shokët e vet ose nxënësit, si ndodh që të shpërqendrohet, të hap orientimin në zemra? Ai ka përmend normal një prej sebepeve, nuk i ka përmend krejt, por ka thonë kështu. Thot shpërqendrimi i zemrës ndodh atëherë kur thot në secilin vend njeriu ka pasuni në vende të ndryshme. E ka pas ma shkurt për qëllim, kur një njeri aq është i dhënë masdujons sa në një shtet e ka një firmë, pa thamu në firmë, një biznes, në shtetin tjetër, në qytetin tjetër, është aq i shpërqendruar sa nuk mundet me mbledh veten. Edhe ky shpërqendrim nëpër dynja, thash ka përmend ky një sebeb, mund të ketë edhe sebebe tjera, për shembull. Unë e kam menduar këtë, domethënë
teksa isha të e përgatit këtë ders. Ka njeri që është i shpërqëndru me fëmijët e vetë. Qësh? E ka një fëmijë në Evropë, një ka në Amerikë, një ka në Azi. Për x arsye. Qofshin ato të lejume. Një ka ne, një ka këne, ose më rana venit vetë. Një në Prizren, një në Prishtinë, një në Tiranë, tjetër në Shkup. Ajo është qëtë sa i ka të largum, qëtë që është i shpërqëndrum të ta. Vjen namazi, mendon për njonin. A thu qa u ba me ta? A thu do të e provimin sot. A thu është ma mirë, a mësu konë smut filoni. Ke parasysh, a pagujti banesën aji. Kytë tjetëre a ka pagu semestrin nësa në shkollë. Ka njerëz të shpërqëndrum edhe për shembull që s'kan mujt mi majtë në kontroll, ta marrë shembull martesat e dyta ose të treta. Duhet me përmend edhe këtë. Kur njeri domthonë na shohim se ka qenë shumë në rregull, por i ka analizuar dosane veç me logjik ose me ëndje, me epsh, si ka analizu me burnie dhe me logjik të shëndosh. I ka bërë matematika të gabuara. Edhe që është martu 2 ose 3 herë në vende të ndryshme, edhe na kemi pa që është shpërqëndru. S'ka pas kohë as për ibadet, s'ka pas kohë as për lexim, as për angazhim, as për punë, i shpërqëndrum. Ka qel kompanitë të caktuara, e ka shpërqëndru, edhe zamra i ka hup orientimin. Pa Ebu Derdaj po thot, po kërkon nga Allahu mbrojtje mos me shpërqëndru. Na kemi pas raste, na ka ndodhur edhe në afërsinë tonë, po besoj edhe ju keni raste të tilla kur njerëzit, edhe pse kanë një kompani, se u përmend këtu me pas pasuni thot në çdo lugin, në atë kohë kanë qenë që aty dhënt e që atje lopët, e atje mas 10-15 kilometrave një pasuni tjetër, edhe njeriu tu angazhu qëtë shumë mas dunjos, e hup ahiretin, e haron ahiretin. Zamra nuk ka vakt masaj na mu lidh Allahu Ekber namaz, edhe mu përkushtu namaz. Sahabët e dini rastin kur ka zbrit ajeti kuranor, kur ka ardhur karavani i madh me tregti, çka kanë bë? Në fillim, derisa ka qenë të zbrit dispozitat e namazit, janë qenë xhumë. E kanë lënë xhumon, janë shpërqendru. I ka hup orientimin. Pastaj normal ka zbrit ajeti sepse ata nuk akuzohen për arsye se janë kanë të zbrit dispozitat dhe të mësu dispozitat. Na për shembull kemi rastin kur i themi s'po shkon në ders. S'është patjetër këtu, të një hoqë, ku dush, yti, që ti e para pëlqen. Çka thot? Thot s'kam vakt. Pse? Thot po duhet kështu, po duhet ashtu. Ti përmend disa gjëra të cilat nuk po themi që gjithmonë janë të parësyeshme, por po kalojmë te kjo pika që atë është i shpërqendruar njeriu, atë e hub udhën në barr, sa ka herë nuk ka kohë për gjëra të cilat ja mbledhin zemrën. Ja mbledhin. A ka pas raste kur ti ke marrë punë në firmën tënde, sa ke hub orientimin ti? E ke hub orientimin. Ke hub. E plesht, mu më kanë këshillu një plak i menqër që ka pas biznes. Më ka thonë, merë punë veç qatë sa, mu në shtimi bomballë, që se hub orientimin. Se kur të hub orientimin, ki mu detyru me rajtë njënin, tjetërin. Kur të hub orientimin, se ke marrë s'po mund me mujtë, për ta kone me marrë punë, me fitu ma shumë. Ti ki mu detyru mos me bo punën taman, me kry ma shpejt. Edhe ibadetet kur të hup orientimin, zamra kur shpërqendrohet, ibadetet nuk mund mi bo taman, ki me fal farzin, s'ki me fal sunetin, s'ki me pas kohë. Ke lexu Kur'an, ka 20 faqe në ditë, kimi lexu ka 2, s'ki me pas kohë. Mend namaz, nëse hoxha vonohet, nuk kimi pas mend namaz, kimi pas mend të biznesi. Prandaj, duhet me pas kujdes, kjo ka përmend thash biznesin, na nuk po themi që detyrimisht veç kjo, çdo sen që ti e ngarkon veten, deri në atë mos sa ta shpërqendron zemrën, se për zemrën jemi të fol, edhe humb ti lezetin e ibadeteve, po pse jo e humb edhe do të thonë toruan atë do të thonë fuqin, ki fal 5 vakte në xhami, tash s'po mundesh mi fal 5 vakte në xhami.
Po edhe nëse pi fal zemrën se ki namaz, dy gabime e bën, një që s'po mund mi fal 5 vakte, i ke fal dedja, ta shenzon shumë me punë sa atëherë themi nalo. Nalo sepse për çka është kriju insani? Që ta adhuroj Allahun. Në momentin që ibadetet tua i rrezikon pasunia, i rrezikon shpërqendrimi, nalo prej tyne. Dalim tek e fundit, lutë Allahun që na shkruaj sevap për këtë sabër që bëjmë në xhami. Tash kemi një fjalë nga Ummu Derda. Ummu Derda është bashortja e Ebu Derdait. Ebu Derdai radhiyallahu anhu i ka pas 2 gra. Ummu Derda e moshmja dhe e reja. Ai gruaja e parë dhe gruaja e dytë. Këtu nuk përmendet transmetim cilla është për qëllim. Allahu alem, mund të jetë e dyta, për arsye se ajo ka mësuar shumë prej Ebu Derdait, ka qenë, si duket i ka deke pare, kam haru ose i ka pas 2 jetë, ka mësuar shumë dhe ka jetu ma gjatë mas dekes së bashortit. Edhe kanë shku talebet, kanë marrë mësim prej saj. Pra në Islam, nga sahabijatët, gratë e sahabëve, kemi gratë të cilat kanë dhënë mësim nxënësave. Për ty është edhe Aisha radhiyallahu anha me rregullat islame. Me rregullat islame pa hyn harame, astaghfirullah, pa u përzit gjinit, etj me ato format. Ka ardhur i ka thonë, kam një smundje shumë të madhe. A mund të më japësh ndonjë ilaç për smundjen time? E ka pyet ajo, çfarë smundje ke? Oj bekum. Thot, unë gjej ngurtësi, apo më është ngurtësu zemra. E ngurtë është bën. S'ka dhimbje, s'ka ndjenja. Tham parës, kur zemra ngurtësohet, që mbyllët burgoset në mëkate, nuk e dallon më të mirën prej të keqes. Thot, kam ngushtim të zemrës, më është ngurtësu zemra. Ajo i përgjigjet i thot, vërtet pas ke një smundje shumë të madhe, por thot të këshilloj, udil merid, vizitaj të smut, të sëmurit, ose të sëmurët, po kemi kujdes se ti kur po vjen këtu, pi rregullojmë fjalët, profesori gjuhës shqipe. Wattabi'il janaiz, për cili gjenazë deri te vorri, atë në varros, kur shkash varros do sa më shpesh njerëz, me paqe aty një ditë kimi që aty. Wattali' fil qubur, shka dhe vizitaj varret edhe kur s'ki gjenazë me varros. Kemi 2 raste. Shkon me varros një, rrin aty kryet, ecesh për shpe. Kemi rast tjetër kur s'ka dek kërkosh. Çka me bë? Du me shku te vorrat. Edhe shkon aty afrosh te vorri, këshyrish. Filan fisteki, sidomos që tash me syreta i kanë bën njerëzit. Aty. Shkon edhe ulesh aty, kur ta shën eonin me kravat, ti ke punu me ato sene. Kur ta shën kështu dur në xhepa, vjen me cigara e tjetër me, ha? Ty të vorri, thue, mardjal, sa ka pa dhe ikën e kanë, ku jesët? Ku jesët? Në rdhe, e një bon vakiti, që shka ecë me kryen alt, e që fa me në madhe o konë. Qu, hajde, ka dhe pe atyne që kanë kundërshtu dinin Allahut Azza wa Jall. Kur ti sheti ata që i ke njoftë, dikush ka jetu 100 sa vjetë, sheti datën e lindjes, i analizon. Kërë të rokë matematika me të parën, kërë me të dytën. 100 vjetë, la ilaha illallah. Apet qka? Apet në varë. Ata i thu vetës, e une ka me shku papa. Kja, që të ngurëtsin e zamrës, vallahi ta ullë, billahi ta ullë. A ka thonë tjetë të diçka? Thot, shka vizitaj varezat, la'alla Allahe an jelina kalbek, shpresoj që Allah përmes kësaj me ta zbut zamrën. Thot, ky burr e ndëgjoj këshillën e kësaj dietareja, edhe subhanallah u shëru me kalimin e kohës, edhe thot erdh pas një kohe e falenderoj këtë nanë, këtë dietare. Prandaj këtu i kemi domon 3 ka përmend për rregullimin e zamrës, ose si me thonë, largimin e ngurtësisë. Zamra, thasha, vëdin, na i kemi edhe na momentet tona të mira dhe të këqija, kur këherë nuk na dhimet kërkush. Për fat keq, për shembull na shohim la ilaha illallah në Ramazan,
në Bajram se si mbytën muslimanët, edhe ti e sheni lajm edhe e kalon. E kalon. Mbytët, fëmijët janë mbytë në për botë, ti e kalon. Të është ngurcu zamra. Ti veç pak me e qitë me thonë, po tjetë fëmija jam, veç kaq. Ama ta thush me bindje, jo veç fjalë goje. Ta kesh ti pozicion fëmijën që fëmijët thotë o bab, jam ani tro buk, edhe ti e këshyrë pështojnë lotët. Ti e burë, ti e taman burë. Por ajo burnia jote shkrihet para lotit fëmis. Kur e din që s'ki një ilaç mi adhan, po i dhem një pjesë e trupit, ose jesh këput, ose jesh plagos fiziku i ti, ose sikur sa e baba që kur bin zhurmat e bombave, a i bën lojna me fëmijët, thot, përmishtime, me kesh mos më tut prej aty në krismave, ose edhe ma keq, prej vdekjes. Se s'ka më ku, edhe im shef lotët e ti, ose përmes pikave të shijut nëse on të rashi, ose e kthen kryt pak anash i fshin shpejt e shpejt. Na nuk nalmi me i analizu këto. Prandaj po themi kreti kemi ato momentet tona ne që kur ulmi në sofër me thonë vetë me veti, kërkush s'ka lidhja të ndëgjani familjes, edhe pse duhet me të dëgju, me thonë ja Rabbi, elhamdulillah që mi ke dhënë këtë të mirë, o Zot, jep ju muslimanëve ose njerëzve ku do në botë që s'kanë fëmijët e tyre vujnë për një kafshat bukë. Çka është kur të ngurtësohet zamra, e din të je i bindur që dikush është u vujt, edhe ti absolut as mend nuk i çan ani. Ne nuk po thojmë që detyrimisht këto mendime ose këto situata neve me na demoralizu deri aty që na fillu me u bë, bëja të ngejtë jo, Islami don gjallëni, sepse përmes gjallënisë, lëvizjes, ne i ndihmojmë inshallah taala duke u forcuar, i ndihmojmë të dobtit ata që ju është bërë zullum, ama jo deri në drejtë që na fare mos meni për këto situata. Andaj këto që i ka përmend me i vizitu të smutin. Atë ka ndodhur ndonjëherë me shku në spital me vizitu një smut. Po besoj që po të ka ndodhur. Kur dal prej spitalit thu la ilaha illallah, vallahi mirë jam thu mirë jam. Shëndetin e kam mirë. Pastaj thash i përcjell xhenazën. Deri dje ka qenë me ty sot s'është. E ke pa familjarët, e kemi në një rregull. Sapo të varroset xhenazja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë rrini derisa pritet një dele ose në disa transmetime derisa e hiqet likura, domethënë therrët dhe hiqet likura do transmetime derisa të coptohet dhe të shpërndahet 10-15 minuta. Rrini te varri aty bëni dua. Çka bëjnë familjarët? Familjarët të parit vrapojnë, edhe i thot shpesh herë hoxha, lëshoni rrugë familjarëve me dalë aty në skajt e varrezave me i falendëru me një farë forme njerëzit që kanë ardhur në vizitë. Në rregull, me falendëru njerëzit është mirë. Është respekt, se ai që si falendëron njerëzit, ai nuk e falendëron as Zotin. Por me i dhon përparësi bile njëri antar i familjes, me i dhon përparësi me ne të vorri i babës, të vorri i nanës, të vorri akrabas vet, me bën dua, sepse ai në ato momente është duke u pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë derisa më dhan diku 10-15 minuta sa koha sa mundet mu preje, mu shpërndani një kafshë e im. Na e lam, pastaj pra aty mas, nuk kthehemi edhe vazhdojmë rrugën tonë. Pastaj nuk bëjmë kur dua, për ta dhe që omi janë reqim varin të mendu se i kemi dalë hakësh. Ku ka njeri që e kom njoftë më ka thonë, thot kur kom hinë shpitreja, kom ndreqë varin, e kom prish mërmerën e moqën babës, e kom ndreqë mërmerën e ri, edhe ata me shtinë shpitrej. Jo, babës, 4.000 euro plus, harrova të përmendit. 4.000 euro i ka kushtu mërmeri. E i thash ja, ti kon dash me ato para, a ke që bedel për babën jo, a ke dhanë sadak jo, kur gjë s'ke ba. Ti veç ke ba për sureta që shtu me përmend para njerëzve, para meje dhe para të tjerëve që ka ba djale. S'ke ba kur gjë. Për të vdekurin s'ke ba kur gjë, veç për sureta. Prandaj, edhe të banë, kjo vizita varrezave, dërgimi njerëzve për cilja e gjenazës dhe të vori, këto ta largojnë atë prej zamrës atë në ngurtësin edhe ta zbutin zamrën. Këto të dashur vëllezër, dhe më thonë, janë temat për sot, veç për fund, mos harroj zamra është thot shpërndarës i gjakut dhe kontrollues i shëndetit. Gjithashtu është edhe kontrollues bazë i mendjes. Kontrolluesi bazë i mendjes.
Domthonë istefti qalbek pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, lyp fetfa zamrës tone këherë. A bën një diçka, a halal a haram, se din ti, s'ki kanë me pyet, s'ki ku me lexu, çka bën? Që të flan zamra bane. Që s'flan zamra mos e bën. Domethënë është kontrollues edhe i mendjes zamra e shëndosh. Përveç që është edhe kontrollues i shëndetit të trupit edhe i lëvizjeve të gjakut. Lutë Allah në të gjithë që të na i përmirësoj zamrat tona, të na udhëzojnë rrugën e drejtë, na i fal mëkatet edhe të na bëjë të sinqert. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.